Bisedoj me ta neve në thonë që kemi dezertu, jemi ushtarë serb, me shërbim në Gjakov, dikun ka pjesa Radoniqit kanë qenë. Thash, ju na keni vrarë neve, na thash, po mundohemi ja 5 mijë ndihmu. Pas kësaj, thash atyve shokëve, shërë, na po luftojmë mes veti. Këta po na luftojnë neve dhe neve. Edhe po duhet mu përqof me këta për mi përcjell. Po masi ata kishin dezertu, i thamë dhe na dhe ne kishim atë bindin që veç na nuk ban me bo si këta. Dikun në fund të korrikut, vitin 1998, fillu në ushtarët serb me dezertu. Gjatë kësaj kohë në Landovic ka qenë një post blok, ose punkt serb që kontrollonin, po kontrollonin edhe policia ushtarake serbe aty. Nga se ushtarët serb nisën me dezertu. Për një moment na vinë disa djemë, djemë matëri edhe aty në shtapë ku qëndronim ne, na thonë që dy djemë të zhvilluan kështu pak, edhe flokët e qethëra, kanë hi me një gater, me një sharë e drumëve ka qenë ajo që aty të Landovicës, të familja Kalimoshi, dhe thonë nuk po din shqip. Për një moment shkojmë na me ata shokët, edhe me ata që kishin pranarët e kontaktojmë me ta, bisedojmë me ta, neve na thonë që kemi dezertu, jemi ushtarë serb, me shërbim në Gjakov, dikun ka pjesa Radoniqit kanë qenë. Mirë po ne në fillim nuk i besum shumë se tha mos po dojmë më involvu ka unë ajo më na zbulu, se pjesa Landovicës nuk ka qenë e kontrolluar nga ushtria shlimtare e Kosovës. Përveç neve që bënshim aktivitet në zona tjera, duke se përmi Landovicë kanë qenë forcat serbe, njësi tjera ketur aty. Dhe për ato mendum që mos ka diçka naj prapavi. I kemi marrë ata dy serb, dy ushtarë që kanë qenë. I kemi dërguar fillimisht me një familje, në familjen Kalimoshi, gjithsesi familjen Aslan Kalimoshit. Edhe i kemi bë disa pyetje atyve, në cilën pjesë kanë qenë. Për një moment unë me ata shokët i kemi shtimë na shkruaj pjesën ku kanë operuar ata. Që mos ka ne keq kuptim, mos se dyshonim pak në fillim me ta. Mos i na kanë bërë të nesërmen, se na ishim të kyçën Drnovës të Zatriqit. I kom shti edhe njëherë, thash, a ka mundësi më ma vizatu edhe njëherë pjesën ku keni qenë ju të operu me atë njësinë e vetë ushtarake serbe. E kuptuan ata pak që e kam me qëllim, na tha nuk po na besonin, na që edhe të njëjtën ma kanë vizatu, të njëjtën ku kanë qenë ata. Në fillim kemi tentuar nëpërmes kryqit kush me i largu. Edhe me konsultim me shtabin në Drnovës atje, mirë, por na thanë nuk kemi qasje diçka dhe mos po bëhet problematike për shkak mos i kanë dezertu këta, i bëjmë probleme edhe atinve, se s'kishin qef këta dhe këta ushtarët mu. Më pas i kemi remru familjet e veta, gjithsesi Rifat Kalimoshi ka bisedu, ne kanë dhënë numrin e ta, kemi posë telefon normal. Edhe mas 3 ditë kanë orë familjet e veta, të dyve. Jemi mundu me i përcjell atë ditë, nuk kemi mujt për shkak se frigoheshin edhe këta se dokumenta nuk kishin mu. Nga se këta automatik edhe teshët ushtarake i kishin gjujt me një kontenjer në Gjakov. Edhe kanë i me një butik aty, ose në veshje drobave kështu, kanë blet tesha civile dhe kanë ardhur deri në Landovicë aty pa dokumenta, pa asgjë. Atë ditë që kanë qenë familjarët e vetë, i kemi shtinë na pak qëllimisht me bisedu me komandantin e tyre në Gjakov. Mi pyet për djemt. Edhe shkëm ka qenë interesante se nonës nga njërit nga ata, se nona e njërit nga ata ushtarët, o mirë kema shumë. Ai komandanti për thotë shumë mirë, janë në teren, mirë janë ata, mos u bërë ngosi për ata, derisa ata ishin në Landovicën. Kanë shku këtë ditë, janë kthy prapë, e mi konsultu me ta që mi abo janë në fakultet në Prizren, se në atë kohë ende funksiononte fakulteti në gjuhën serbe. Ne si studenta nuk kemi mësu privat në atë kohë dijet. Edhe i kanë marrë ka 2 fotografi të këtive 2 djemve, 2 ushtarëve, familjarët e vetë, na e kanë prunë. Ja kemi bo si montash, kishe janë studenta në fakultetin e Prizrenit në gjuhën serbe. Mas 5 ditë e kanë orë, diku 8 ditë kanë qëndru të në Landovicë. Mirë për gjatë se kohë, unë e kom pas një dyqan për balë se familjes Kalimoshi aty, të basit Aslan të Ndjerit. Edhe i mura i shkum dyqan aty, po në fotografinë për parim thashit edhe të Adem Jasharit i mojsh. Edhe për një moment për thamë shiko, njën e pjetivit serbe. Thash ne, ju na keni vra, thash neve. Se i këm pas fotografitë edhe të futbolit me të Ndjerin dëshmorin për parim thashit, dëshmorin.
Thash, ju na keni vrarë neve, na thash, po mundohemi ja 5 mijë ndihmu. Po është situashën ata jo politika, jo këto. Po mos e ata kishin dezertu edhe na ja kemi kthy me jo në atë mënyrën e më bëhen agresor sikur serb. Ditën e 8 kanë ardhur familjarët e dy port. I kemi marrë, i kanë bërë ato fare indekset studentore. Familjarët kanë shku me këta shok tjerë, me Osman Qerretin, me Selim Rinën, me Qazim Thaqin, Rifat Kalimoshi, i ka përcjell me 2 makina tjera, unë e kam shku vetë, nga pjesa tjetër, është thirrë një lagje Ortakoll. Dhe plaku që i ka marrë në atë familjen, Boci Aslan, Indjeri, me traktor i ka marrë të dytë, edhe mi ka pru mu deri në hymjet të lagjës Ortakoll, një thirrët e trafa aty, që lidhet me Durmish Aslanin, ashtu i thoj. Unë ja kom blet 2 gazeta bujko të dyve, për mjë dhonë kishe, me makinë, me kervish vetë une, edhe u konsultu me këta shokët edhe me familjarë që me prit ofër stacionit. Në ofër stacionit ka qenë, i thonim në lokaleve Shtrumfa, ka qenë pronari Enos Gashi, nga atë Moqja, ka qenë firme kosovari aty. Këta kanë një mrenda, e une me këta të dytë ju dhash gazetat bujko ndorë të dytë edhe jemi uli jashtë aty. Momentin, para se më uli, thash shqipni, thash, më slipni, më skërkoni diçka tjetër, njoni kafe, njoni Coca-Cola, thash, ju bje makallaj me thonë. Se gjatë qasaj kohë që kanë qëndru në Landovic, se kemi lona një djallë më kujdes për këta non stop, a i kish nisë me mësu Shqip këta i. Kishe nisë Shqipër me mësu këta, që këtive 8 ditëve. Ka qenë interesant pak. Edhe njoni Coca-Cola një asi, po pa i pronari e kuptoj. Edhe i ka po edhe familjarët mrena, po më thot, fa i këta shkajen këta 2. Thash, më së gjatë shumë shkajen, aty në pak si të kjeshne, thash, po hinë mrena. Edhe morën ta gazetet e moshin kishe pe lexojnë bujkun, mas shkuptonin. Tani mi që kemi shku biletat ja kemi marrë, se prej Prizrenit ka pas për Beogradës e pjesë tjera të Serbisë, ka pas qasjet autobusave në atë kohë. Edhe në moment kemi shku, kemi afru të autobusi aty, nona njonit nga këta Serbt, i tha ative të dyve, për të shifni këta djemët. Shifni mirë, tha këta djemët në sy pak. Nëse i harroni që ftyrat e këtive djemëve, tha kam i vrotha Zoti, në gjuhën serbe i thëjnë. Edhe për një moment u emocionun edhe ata dhe neve në ashtinën për në përqofin, edhe më pas kësaj, thash ative shokve shërë, na po luftoj me zveti. Këta po na luftoj neve dhe neve, edhe po duhet mu përqof me këta për mi përcjell. Po masi ata këshin dezertu, i thamë dhe na, ne kishëm atë bindin që vish na nuk banë me bo si këta. Se dijet që kanë bo sept. Edhe kanë hip në autobus, janë ullë veçan të familjes. Edhe 2 herë tjera na kanë lemru në përmes me Rifat Kalimoshin e kanë thirrë. Ata të 2 kanë shku për Gjermaninë, e dim që kanë shku jashtë, se nuk kanë guxuar me shku në Serbi. E lutja atyve gjithmonë ka qenë që mos mi tregu kush janë ata ose për shkak të vendit vet atje që mos mi bëu problem ata me shpallësi si dezertore sa më. Kjo ka qenë që i kemi ndihmu për mu largu. Ajo ka qenë, se dikush merr thot i keni asi. Po për neve ka qenë edhe një lloj krenarie për neve, vetëm mos më na luftu neve, na nuk kemi asi që kemi bërë maltretime ose gjenocid ndaj tyre.